Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Italmend, Organik, Shëndeti dhe Mirëqenia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Me rënjen e temperaturave së bashku me gjethet fillon edhe rënja e flokëve. Çdo vit përsëritet i njëjti cikël, por në disa raste tek disa persona kjo rënje është më theksuar dhe fillon të shndërrohet në shqetësim. Në këto raste del në pa nevoja për marrjen e suplementeve. Flokët tanë janë kryesisht proteinë dhe një nga proteinat më të rëndësishme për strukturën dhe forcën e tyre është kolagjeni. Ai ndihmon folikulat e flokëve të jenë të forta dhe elasticitetin e tyre të ruhet. Me moshën, trupi ynë prodhon më pak kolagjen dhe kjo mund të bëjë që flokët të dëmtohen më lehtë, të hollohen ose të thyhen. Collagen Superdose Hair Growth është një suplement i lëngshëm që përmban kolagjen të hidrolizuar, keratin dhe disa vitamina dhe minerale si vitamina C, zink dhe biotin që luajnë role të ndryshme për shëndetin e flokëve. Për shembull, kolagjeni ofron aminoacidet që trupi i përdor për të ndërtuar strukturën e flokëve, vitamina C ndihmon trupin të prodhojë kolagjen, zinku dhe seleni kontribuojnë në funksionin normal të folikulave të flokëve, keratina e hidrolizuar e mbështet strukturën proteinike të flokëve dhe thanjeve. Përdorimi i kolagjenit nga suplementet mund të ndihmojë në forcimin e rënjeve, mbështetjen e rritjes së flokëve dhe përmirësimin e elasticitetit të tyre. Por është e rëndësishme të kuptohet që nuk është një zgjidhje magjike. Për rezultate më të mira, trupi duhet të ketë edhe dietë të pasur me proteina dhe vitamina, si dhe kujdes të jashtëm ndaj flokëve, larje të butë, përdorim të shampove dhe kondicionerëve të përshtatshëm, si dhe shmangje të nxehtësisë së tepërt. Një gjë tjetër e rëndësishme, flokët nuk janë vetëm për pamjen e jashtme, ata shpesh tregojnë gjendjen e shëndetit tonë të brendshëm. Dhe kolagjeni është një nga elementet që mund të ndihmojë trupin të mbajë flokët të fortë, të gjata dhe me shkëlqim natyral. Pra, në vend që të mendojmë për flokët vetëm si pamje, mund të shohim tek ata një tregues të mirë për mirëqenien tonë të përgjithshme. Një rutinë që përfshin kolagjen dhe nutrientë të tjerë mund të jetë pjesë e mbështetjes së shëndetit të flokëve gjatë gjithë jetës. Collagen Superdose Hair Growth duhet të konsumohet 2 lugë gjelle në mëngjes esëll, pas hapjes duhet të ruhet në frigorifer. Para përdorimit duhet gjithmonë të tundet. Për rezultate të dukshme duhet të përdoret minimumi 3 muaj rregullisht. E ftuara jonë për sot është farmaciste dhe specialiste e biokimisë klinike, po ashtu kandidate për PhD në Universitetin e Shkupit, Jeta Lonçari Ukshini. Jeta, mirë se erdhe në Glowcast. Faleminderit Edita për ftesën. Gjithashtu përshfrytëzoj rastin me të përgëzu për iniciativë shumë qëlluar. Faleminderit shumë. Jetë na krejt e dim që analizat laboratorike janë pjesë shumë e rëndësishme për një diagnostifikim të saktë të gjitha sëmundjeve apo të gjitha gjendjeve me të cilat përballet një pacient. Cili është roli i biokimistit klinik në këtë rast? Specialisti i biokimisë klinike është punëtor shëndetësor i cili ka një bashkëpunim shumë të afërt me klinicistët gjitha lëmive dhe në këtë mënyrë së bashku luan një rol kyç dhe shumë të rëndësishëm në diagnostifikimin, parandalimin e sëmundjeve të caktuara, si dhe në monitorimin e terapive të caktuara të pacientëve. Biokimisti mjekësor është udhëheqës i një laboratori mjekësor. Në këtë rast, për së afërmi, duhet të monitoroj fazat e zhvillimit të punës në laborator. Këtu po ndalim pak Edita, se ja vlen të ceket se biokimisti prej së afërmi përcjell prej momentit kur pacienti kërkon shërbimin shëndetësor pranë laboratorit të caktuar, prej momentit të pranimit të mostrës. Në këtë rast, mostrat tek ne janë lëngje trupore, siç është gjaku, urina edhe lëngjet e tjera trupore të cilat funktohen nga organet specifike që janë funktuar në momente të caktuara tek pacientët me sëmundje të ndryshme. Faza e dytë është ndarja, përpunimi edhe analizimi i këtyre mostrave, ku këtu luan një rol shumë të rëndësishëm prania edhe monitorimi nga specialisti biokimisë klinike për së afërmi. Edhe kjo vetëm për faktin sepse këto mostra përpunohen dhe analizohen me disa metoda specifike. Mund të them që çdo lloj analizës i ka metodat specifike të veta,
të cilat shfrytëzohen nga aparaturat shumë të sofistikuara dhe moderne. Ndërsa faza e tretë është ajo faza kur biokimisti i kontrollon këto rezultate, se nuk janë vetëm numra, janë rezultate të cilat nxjerren nga përpunimi i një lëngu të trupit, pastaj bëhet verifikimi i tyre si dhe interpretimi. E ky është një rol shumë i rëndësishëm pasi punimi i saktë i një mostre të lëngut trupor, interpretimi i saktë dhe vlerësimi i saktë i kësaj analize i ndihmon shumë klinicistit në diagnostifikim dhe vënien e diagnozës së saktë të një sëmundje të caktuar, duke pasur parasysh se laboratori ofron një gamë shumë të gjerë të analizave, është një shërbim shëndetësor i cili ofrohet në të 3 nivelet e shëndetësisë sistemit, domethënë qoftë ato primare, sekondare dhe ato terciare, pa dallim në pacient ambulator apo klinik të shtrirë apo të hospitalizuar. Kur e përmende interpretimin e rezultateve, personat që bojnë skin testin ose testin e lëkurës falas në për shumë institucione tash po ofrohet gjithka prej personave të pakualifikume dhe unë gjithmonë i marr shembull analizat laboratorike dhe i them që personi që e bën skin testin është shumë e rëndësishme që jeni kualifikuar se ti kur i bën analizat nuk e hap koqësisë me të interpretu, po duhesh me shku me interpretu personi përgjegjës dhe definitivisht është shumë e rëndësishme personi që i interpreton analizat. Unë personalisht në banatore nuk marr përgjegjësi me interpretu, sepse nuk është fusha jam, madje s'ka qenë as lënda jam e preferume, kështu që unë maksimumi që muj është me pa sa janë vlerat normale aty djathtas dhe me krahasu me pa nëse njëra është më lart ose më poshtë, po unë personalisht nuk marr përgjegjësi me i interpretu rezultatet e analizave. Po cilat janë analizat themelore ose më të rëndësishme që njerëzit duhet me i bo edhe kur nuk kanë simptoma rregullisht 2 herë vet? Po, tashti këto analizat ka atë shumë analiza, domethënë që janë të zbuluara dhe ende janë në proces të zbulimit, ka atë shumë analiza, mirë po, sipas ekspertëve shëndetësor dhe protokolleve të caktuara dhe të standardizuara nga këto organizata shëndetësore evropiane, si edhe ato amerikane, gjithmonë preferohet që në 1 herë në vit ose 2 herë në vit të bëhet një check-up i trupit të njeriut. Do me thonë me këtë që ky termi check-up është me i hy, do me thonë një kontroll komplet trupit. Jo vetëm analiza, po komplet një kontroll trupit dhe është një term modern, me thonë, apo një term global që po përdoret në krejt botën dhe po organizohen shumë kampanja dhe kauza për vedësimin e qytetarëve në mbar botën që me ardhur deri në vedijen e plot që duhet të bëj një check-up, s'pa kur janë në vit apo 2 herë në vit. Tash nëse ndalemi te ky check-upi te segmenti i laboratorit, po ndale, atëherë ndohet janë këtu analizat apo parametrat laboratorik që bëhen rutinë apo bazike, të cilat ndohen në disa panele. Paneli i parë është pasqyra e gjakut, në të cilën përcaktohen qelizat e kuqe të gjakut, pastaj qelizat e bardha të gjakut, formula leukocitare, e cila na referon pastaj për gjendjen aktuale të pacientit, a kemi ndonjë virus apo ndonjë infeksion bakterial. Njëkohësisht në pasqyrën e gjakut e vlerësojmë indeksat hematologjik, me anë të cilave ne vlerësojmë se ai pacient a ka, domethënë ndonjë anemi, a ka ndonjë mungesë tjetër në organizëm, apo funksionon mirë polca kockore, e kështu me radhë. Paneli i dytë janë parametrat biokimik, të cilët janë shumë të rëndësishëm, edhe pothuajse duhet janë të obligative të punohen te çdo pacient dhe atë e dita peceku, jo vetëm tek pacientët në një moshë të caktuar, mirë po këto përfshihen grup mosha të ndryshme, qofshin fëmijë, moshat e mesme apo edhe moshat e shtyera. Në panelin e dytë futen skriningu i veshkës, në të cilën bën pjesë urea dhe kreatinini, pastaj skriningu i mëlçisë, që është unë personalisht për vetë ja rekomandoj gati çdo pacientit, në të cilët analizohet testet si transaminazat, si që janë ALT dhe AST, pastaj bilirubinat totale dhe ajo direkte,
si dhe gamma-GT, e cila është një enzim që bën një ndarje edhe një orientim shumë të mirë për skriningun e mëlçisë. Gjithashtu është edhe lipidogrami, në të cilën futen këtu parametrat e përcaktimit të yndyrës në gjak, këtu totalet kolesterolit dhe trigliceridet, gjithashtu edhe fraksionet e tyre siç është HDL, LDL, VLDL, që janë një grup i lipoproteinave të cilat na ndihmojnë shumë për me e ndosë se cila yndyrë po rritet dhe cila është shkaktari i problemeve tona shëndetësore. Gjithashtu, si panel tjetër, mundem me përmend edhe urina. Urina është një produkt përfundimtar i organizmit, mirë po që kallëzon shumë përgjendje shëndetësore të një pacientit. Në urinë, përveç ngjyrës, erës, karakteristikat që i ka, gjithashtu përcaktohen edhe vetitë kimike të saj. Gjitha këtu që i përmenda më herët, siç është glukoza, bilirubinat e gjitha këtu përcaktohen edhe në urinë. Gjithashtu shihet në mikroskop është një procedurë që ne punojmë, domethënë sedimentojmë urinën e pastaj pjesa e sedimentit përpunohet dhe analizohet në mikroskop. Në anë të cilit pastaj ne vërejmë prezencën e qelizave, llojin e qelizave, sasinë e qelizave, se sa ka edhe sa nuk ka, domethënë në urinën prezente të pacientit. A ndikon stili i jetesës në rezultatet laboratorike? Për shembull, nëse pacienti nuk ka flajt i mjaftueshëm, nëse pacienti është e kaluar në një fazë me nivel stresit shumë më lart se sa në gjendje normale, a mundet kjo me ndiku që analizat laboratorike me dalë gabim? Është shumë me rëndësi të seken. Unë e klasifikoj këto si faktorët të cilët ndikojnë në procesin e dhënies së një rezultati edhe saksisë të rezultatit normalisht, se qysh e thash më herët që komplet puna varet prej specialistit biokimisë dhe ekipit të tij, se mos harrojmë se çdo laborator punon në ekip, se specialisti biokimisë është vetëm monitorues dhe udhëheq si krejt punës që bëhet. Po laboratori ka një ekip shumë më të madh, i ka edhe 4-5 minimum laborant të cilët pa ndërprer punojnë edhe përcjellin në mënyrë zinxhirore komplet punën ekiporit që bëhet. Atëherë duke i marrë parasysh krejt këto gjëra që na i rrim shumë mënyrë precize gjithë procesit për punimin të mostrës, duhet me marrë konsideratë se mund të themi që është hallka e parë është pacienti se si vjen në laborator, se si ne e pranojmë pacientin. Gjithmonë preferohet që çdo pacientit, çfarëdo moshe, çfarëdo gjinie apo edhe moshat e shtyera, gjithmonë t'i rekomandohet një parapregaditje e trupit para dhënies së gjakut. Ne i dim shumë faktorë që ndikojnë direkt në rezultatin e analizave tona. Faktorë besoj që i dim gjithë qytetarët që janë ushqime. Domethënë ne duhet të nënshtrohemi me një formë, një lloj të agjerimit 12 orësh për disa parametra specifik që janë yndyrat për shembull, sheqeri në gjak, glikemia e tjerë. Gjithashtu janë pijet psikostimuluese që janë kafja, çaji e tjerë. Mirë, po beza këtu do është ta me cek edhe langjet me ngjyra, që është langu i pangjashtë sheqerit e tjerë, sepse ndikon direkt gjatë metabolizmit të frutave të ndryshme. Kemi edhe ndryshim ngjyrës, sidomos që këtë rast e repa e kruçe kemi ndryshim edhe ngjyrës të urinës, që mundet me na deviju pak në rezultatin. Po, deshta unë e mundal të disa faktorë të cilat pacientët nuk i din. To që i përmenda besoj që i din shumica e pacientëve edhe jo, po e pash që të bisedu pesha një suplement, këto, që është për rritjen e flokëve. Unë besoj që ky suplement duhet me pas një kompleks vitaminave B. Ka diçka. Që është biotina. Po, ka biotin. A ka biotin? Pastaj është B12 edhe B9. Këto pe potencoj, se prej përvojës më hershme që kom punu me pacient, edhe deshta edhe me njoftu që gjithmonë kur vinë për me bo analiza, duhen mu rëfy. Edhe une si specialiste kom obligim me marrë një anamnezë, mirë po gjithashtu edhe qytetarët, pacientët këtë rast, e kanë obligativ që të rëfehen se çka janë duke përdorur. Një tër faktor të kryesor që mundet me na interferu
në rezultatet pozitive force janë pikërisht këto vitamina. E sidomos kur kemi të bëjmë me përcaktimin e hormoneve të gjendrës tiroide. Tash, kohët e fundit, faktikisht 2 vitet e fundit, kemi një rritje enorme të pacientëve gjinisë femër që kanë probleme me gjendra tiroide. Në të vazhdimisht kemi vlera të larta të hormoneve, si që është soja, të trishit, të kotëshit, gjithashtu edhe të nësun parametra tjera, anti-TPO, anti-TG e tjerë. Mirë po, çka mu më shqetëson fakti është që kur e marrim një gjak, gjithmonë e pyes pacienten sa është duke marrë suplemente. Këto e lidhi me faktin që këta pacienta kanë problem me lëkurë, me tharje të lëkurës, kanë probleme me rënje të flokëve, pastaj qarje të thojve, edhe janë domosdoshmërisht janë të obliguar që të marrin diçka të tillë. Por kjo ndikon direkt në punën time. Për shembull, Sa duhet me pauzu para analizës? po, tash me njerë mund të lidhem. Për shkak se aparatura edhe metoda specifike të punës. Në rastin ku unë punoj për shembull, aparatura punon me një metodë të punës ku është interferuar direkt biotina. Edhe komplet qaj ose veç metoda që punohet mostra dhe që bëhet analizimi i mostrës, ka përmbajtje vetë biotinës. Edhe momenti kur po vjen gjaku me biotin, atëherë ka interferim, edhe pastaj mundja, goditja e rrezeve dhe reflektimi edhe pastaj leximi i atyre fotoneve që bëhet, domethënë në sistemin e aparaturës ka me dalë pozitiv e rrejshme e rritur, e lartë. Edhe kjo pastaj po ndikon direkt në testim, gjithashtu edhe rritjen e dozimit, pastaj kjo përcjellet ky gabim edhe në terapi. Për atë arsye po them këto faktorët specifik të cilat nuk përmendem, janë shumë të rëndësishme edhe ne hasemi çdo ditë në këtë problem. Këto është mund të lidh te pyetja më herët që Sa duhet me pauzu para se mi bo analizat nëse jemi të përdorur suplement saktë? për këto suplementet preferohet që të pauzohet s'po për 3 muaj. 3 muaj? Po, në mënyrë që domethënë të qetësohet troku, organet, të bëhet detoksifikimi komplet, se ne e dimë që çdo balë dhe çdo suplement është sik me 2 prisa. Edhe në të njëjtën kohë merret substanca e mirë po komplet pjesa tjetër që e bën substancën metabolizohet në trup duke krijuar metabolitë dhe radikale të ndryshme. Kështu që preferohet që 3 muaj të pauzohen nga suplementet. Ndërkaq bona që kanë terapi, pacientë që janë me terapi kronike, atëherë këto periudhat e pritjes janë më të shkurta për shkak se pacienti nuk mungesohet gjendja. Mirë po janë ato protokollet dhe letrat rekomanduese për gjithsesi limbari se sa duhet të pritet për me u. Po kthena edhe një herë te kjo, për potencaj që duhet të kemi kujdes në referimin e pacientëve për laborator edhe gjendjen aktuale të pacientit, si dhe terapinë që është duke marrë. Me tregu drejtën kur s'm ka pyet kur kam bërë analiza apo përdor diçka s'ka përdor, në fakt kanë menuar që e di, po në fakt se kam ditë. Edhe kolagjenin e kam përdor me pauza në kur s'm ka rënë me bë analiza, ndoshta specifikisht me kolagjenin po i lidhi, po në përgjithësi nuk ka pyet kërkosh për suplemente. Kështu që informatë shumë e vlefshme, asu nuk e pas na ditë, po besoj që shumica është një problem që unë çdo ditë hasi edhe për çat arsye ku më zgjetë me punën që e bëj shumë e përkushtim edhe shumë e du profesionin tem. Edhe munduna që sa më shumë njerëzit me marrë të mirat e diturisë dhe njohurisë që i kemi përfitu me studime. Po, a mujmë me ndërhy veç edhe diçka këto te këto faktorët? Janë edhe këto faktorë të tjerë edhe shumë shqetësuese që po du me potencu edhe këto, është grup mosha e mujmë me thonë adoleshentëve që kalon në fazën e adultëve është 16 deri 24 vjeç. Një problematikë e re edhe që po ndeshna gjithashtu shumë në praktik është se një trend tash nuk po di fitnesi, po thuaj se çdo i dytë i ri po shkon nëpër fitnes edhe mandej i marrin disa rekomandime prej trajnerëve të ndryshëm të fitnesit. Unë besoj që ata janë njerëz adekuat dhe jo profesionista dhe din shumë mirë se çka rekomandohet te një klient. Unë nuk menoj që e di. Po, sinqerisht. Për atë nuk po munde me ndërhy në atë pjesën se nuk e njeh. Se kom qenë në kontakt më shpesh edhe ata janë persona që i kanë studiu, nëse kanë studiu, sepse shumica aty nuk kanë studiu për edukimin fizik,
edhe nëse kanë studiu ta garantoj që suplementet nuk kanë qenë kur një pjesë e studimeve tyne, ata janë të edukuar për rrjeteve sociale dhe marrëveshjeve me kompani, e kjo nuk ta jep drejtën absolutisht me rekomandu suplemente as proteina asnjë personi. Unë mendoj që një trajner i tillë duhet me qenë vazhdimisht në kontakt me një mjek, me një njeri profesionist, ose me një nutricionist, ose me një farmacist, ose biokimist, hiç nuk prish punë, po s'paku me qenë në njohuri apo të rrisim një vedije të qytetarëve, sidomos te këto grup mosha të reja shumë shqetësuese, pasi që unë çdo ditë kam pacient të tillë. Edhe më me thonë që një djalë i ri 18 vjeçar që ka një masë muskulare mjaftueshëm, vetëm për shkak moshës së re, merr suplemente si që është urea dhe kreatinina. Faktikisht ata nuk marrin direkt ure, po marrin proteina. Edhe na e dim që urea është produkt përfundimtar i proteinës. Edhe kanë vlera shumë të larta të uresë në gjak. Më thonë shkojnë vlera deri 10-12 te një djalë i ri ose një vajzë e re që nuk është e domosdoshme pse me prish strukturën e gjakut. Pastaj niveli i lartë i kreatininës. Kjo është një problematikë që duhet mu shtjellu shumë, sidomos kjo kreatinina, si produkt përfundimtar i metabolizmit, vetë fakti që sintetizohet prej 2 aminoacideve, edhe pastaj i nashtrohet shumë proceseve dhe reaksioneve biokimike. Në periferinë muskoj në kreatinin kinazë është një enzim e cila bën pastaj transferimin e kreatinës në kreatinin. Edhe në këtë mënyrë krijohet ky produkt përfundimtar, se e fola shumë shkurt, po vetëm po du me cekë kaq shkurta që është në proporcion komplet kreatininën që na e kena në trup është komplet në proporcion me masën muskulore të individit. Kështu që nëse ti merr suplement, e bën një provokim, nëse merret në doza të caktuara, atëherë gjithçka është në rregull. Mirë po, është e pakontrollueshme në Kosovë, është një treg i egër, edhe po kemi mandej probleme me grup mosha të 16-24 në laborator, ku vjen ndikimin e kreatininës dhe ka një nivel shumë të lartë, dhe paralelisht me to edhe transaminazat, një dëmtim mëlçizë, e kështu me radhë. Kisha pas qef, ndoshta një herë tjetër, me u koncentru vetëm këtë temë që me ngrit pak vedijen e qytetarëve. Shumë po më pëlqen ideja, edhe patjetër kemi më u pa për. Unë e kom përdorur të kreatininën një herë, se kom dash efektin e dobësimit, që kom shuk pash 20 orë se shajs ma kalon, domethënë s'ka pas asnjë efekt. Ideja ka qenë që të ndihmon mu djersit ma shumë, edhe unë desha një boost, kështu kishe pak ma shpejt, po absolutisht asnjë efekt nuk e ka pas, edhe kom përdorur një paketim një muj edhe kom lënë krejt. Domethënë s'ka pas në shama shumë është efekti psiqik se sa fizik, po te unë s'ka pas pik efekti. Këtu shkojnë domethënë proporcion njëna me tjetrën. Për atë arsye ceka se edhe këta trajnerët e fitneseve, sidomos kur i shohin këto moshat e reja që i kanë klient, atëherë patjetër duhet me shku në konsultime edhe me qenë bashkëpunuese dhe komplet rezultati shihet vetëm kur punohet në mënyrë ekipore. Atëherë atë qaj individ edhe qaj fëmijë ose qaj grua ose moshull ka me pa rezultatin vetëm nëse punohet si ekip. Përndryshe i bart pasojat pastaj vet. Kam një pyetje. Te analiza e urinës, a ka ndonjë metodë, për shembull, kur pacienti vendos urinën te gota urinare? A duhet urina në mëngjesit patjetër? Edhe a ka ndonjë metodë, a duhet pjesën e parë të urinës me vendos direkt, a duhet një pjesë jo e pjesën e mesit, a ka fa rregulla, a thjesht mundet me urinu direkt si çohet prej gjumit në botë dhe është okay? Po, ekzistojnë disa rregulla për marrjen e mostrës, qysh e përmendëm më herët për gjakun, që i përmendëm gjithë ato faktorë që po na ndikojnë në mantenën e rezultate. Ekziston edhe rregullat për marrjen e mostrës së urinës. Gjithmonë i rekomandoj pacientëve, nëse bëhet analiza biokimike e urinës, që kjo urinë të mbledhet në orët e hershme të mëngjesit. Një ditë më herët, paraprakisht i udhëzojmë, kur ofrohen laborator, i udhëzojmë pacientës se si të mbledhet mostra e urinës, edhe ja ofrojmë gotën sterile e cila është e paketuar. Edhe rekomandojmë që në momentin që do me kry analizën, në atë moment hapet që me qenë sa ma e pastër dhe sa ma sterile gota, që mos me interferu pastaj bakterit të valit e tjerë ose të ambientit në rezultat. Gjithmonë rekomandohet që brushkulli i parë të bëhet pastrimi, brushkulli i parë hizat, edhe mbledhet brushkulli i dytë, edhe mostra duhet të arrijë në laborator në 2 deri 4 orët e para. Çdo mostër që punohet, atëherë nuk punohet për shkak se mund të kontaminohet.
Kjo është urina e mëngjesit, e cila na tregon për këtu parametrat biokimik, veçi fizike, kimike të pacientit dhe sedimentit. Mirë po, lejohet edhe urina e momentit. Është edhe një mos tjetër, për shembull si quhet urina e momentit. Kjo urinë mbledhet në rastet kur kemi pacient me sëmundje të rënda urologjike, vezikës urinore e tjerë, ose kanë pas gjatëdhënie të rastësishme momentale, kështu që ato urina i marrim, i punojmë aty për aty me pa një pasqyrë aktuale të urinës edhe me pas një rekomandim ose një kohje se ka do të shkoj pacienti. Ja, mund me dalë rezultatet normale, kur në fakt pacienti është pas probleme ose çrregullime të ndryshme në organizëm. Po, nëse ndalna qëto, muj me thonë që një pacient mundet me pas një sëmundje të caktuar kronike, qoftë diabet, qoftë hipertension e tjerë, edhe qëto sëmundje i menaxhon me terapi, mundet me pas rezultate normale. Se nëse ai ringati vetit edhe nëse shkon me terapit e caktuara, qysh ja ka shkru klinicisti, atëherë ka me mbajt për shembull një diabetiqar ka me mbajt një glukozë në vlera normale. Nuk do me thonë që ka diabet edhe glukozën e ka gjithmonë lartë. Jo, ka diabet, respekton rregullën e terapisë edhe mirëmban veten duke pas sëmundjen në kontroll, ai pacient ka me ardhur me thonë, ka me pas një rutinë të përpunimit të analizës së tij me një glukozë normale, normalisht vlerat referente edhe në standardet edhe gjatjen e tij. Se edhe këto vlerat referente përcaktohen varësisht prej grupit të pacientëve edhe gjendjes shëndetësore të pacientit. Çka duhet me ditë njerëzit për analizat hormonale? Analizat hormonale. Tash kjo është temë pak më e komplekse. Na e dim që trupi jon ndërtohet prej qelizave dhe kur folim nivel qelizor, atëherë ka shumë dallim me makrobotën. Çdo individ prodhon qelizat e veta, hormonet gjithashtu janë shumë të sofistikuara. Mundem me thonë se është një substancë, një materje, kur të merr hormonin me kqyr në aspektin biokimik edhe qelizor, është një prodhim shumë i sofistikuar i trupit të njeriut. Ato ndahen, na e di, hormonet femrore dhe mashkullore. Pastaj ka një ritëm të prodhimit sipas moshës, moshët e fëmijërore, pastaj moshat e mesme, mandej bjen, si çdo komplet trupi i njeriut funksionon në atë mënyrë që pastaj 50+ bjen pak metabolizmi edhe komplet, domethënë këtu prodhimi i hormonave dhe parametrave tjerë biokimik ka një rol kyç në jetën e njeriut, dihet. Tash specifikisht ka shumë. Po du me ditë kur do një person me shku me i bo analizat hormonale. Po. A ka në rregull pesojnë femnat, nëse dojnë me bo statusin hormonal, cilën ditë ciklit, as ka rëndësi cilën ditë mujit shkon. Po, unë e thash që laboratori shërben shumë, edhe pothuajse në çdo lëmi mjekësore. Kështu që nëse dalemi te aspekti ginekologjik, nëse rekomandohen hormonat, gjithmonë udhëzohen pacientat pikërisht për këto që e përmendë, se janë ditët e caktuara, pasi që ndohen faza folikulare, ovulacioni, domethënë zhvillimi i vezës dhe shkatrimi edhe cikli menstrual. Gjithmonë rekomandohen ditët, varësisht se prej ditëve të ciklit menstrual të pacientës, rekomandohen ditët se kur ka me ardhur me po analizat, për shkak se këto hormonat femërore kanë një farë cikli cikardian që quhet ditor edhe mujor. Gjithashtu domethënë sinthetizohen në periudha të caktuara të fazës folikulore të vezës, kështu që diçka rritet, diçka zvoglohet, mos të hi shumë në detaje, mirë po gjithmonë i rekomandojnë pacientëve varësisht prej ciklit të saj menstrual, ditëve që i ka fazën e ovulacionit, ne i rekomandojmë se në cilën ditë. Zakonisht ka dita 2-3, dita e 10-12 edhe pastaj faza e fundit. Mandej që këtu po ndërlidhem me një herë se kjo është domethënë për aspektin ginekologjik. Po. Mandej kemi edhe ma herët siç e ceka këtu hormonet e tiroidis, qysh e cekën, që ndikojnë çto faktorë tjerë të jashtëm që na i
Edhe ka edhe faktorë tjerë, do me thonë, që ndikojnë varësisht në cilën lëmin na do na mundon. Nëse një person është të përdorë levotiroksin, a mendoj para analizës të hormoneve të tiroides ajo? Zakonisht ajo punohet kur pasi që merret hapi në mëngjes, nëse veç pacienti është i diagnostifikuar edhe ka një sintetizim të konstante dhe standard të hormoneve të steroide, atëherë nuk e ndolim bore, po munduhem me matë titrin e hormoneve gjande steroide në terapi. Okay. Edhe normalisht ato vlerat referente na gjithmonë i përshtatim është pacienti në terapi apo nuk është. Nëse e kena një gjendje klinike të dyshimt, ende nuk është diagnostifikuar, domethënë nuk dihet a është bashkë gjandër tiroide apo ndikojnë pjesa tjetër e hormoneve që po kemi një rritje të rrejshme. Në gjato faza preferohet që me ndërprej terapit për me pa saktësisht se çka ka pacienti. Për ndryshe thash, nëse është në terapi, nuk ka ndonjë ndërprerje të terapisë. Cilat janë analizat që duhet me i bo çdo burr i moshës 30, 40 apo 50 vjeç e më lart? A dallon lloji i analizave edhe në bazë të grupit moshës a janë tjeta? Rekomandohet që të gjithmonë të bëhen kontrollat rutinë, sidomos pas moshës 50 vjeçare. Futen këto kontrollat ku bëhet ekzaminimi i prostatës, ekzaminimi urologjik, pastaj në segmentin e laboratorit kjo antigjeni specifik i prostatës, si tumor marker diferencues, si dhe një urinë biokimike, gjithashtu dhe mikrobiologjike për një check-up të përgjithshëm të meshkujve. Çka tregon PSA-ja dhe pse është kaq më rëndësi për zbulimin e kancerit prostatës? PSA-ja është një tumor marker i cili prodhohet nga vetë prostata dhe është shumë specifike për shkak se nëse zbulohet në fazat e hershme, atëherë tregon se a ka ndryshime apo jo në gjendjen shëndetësore të pacientit. Mirë po, çka është shumë e rëndësishme këtu, se kur bëhet fjalë për prostatën edhe për diagnostifikimin e sëmundjeve të saj, si dhe analizave laboratorike, unë du me cek diçka shumë të rëndësishme, se këto analizat hormonale, rezultatet e analizave hormonale, gjithmonë kur raportohen sipas moshës. Do me thonë, të një moshë e re, ky tumor marker duhet me dalë më i ulët, të një moshë mesme pastaj ka tjera vlera dhe të një moshë shtyer ka vlera tjera. Po du me cek bashkë këto sëmundjet e prostatës se ekzistojnë edhe me moshë, disa ndryshime të muskulve dhe të vetë organit, ku kalojnë në hiperplazion. Edhe në momentin kur kemi hiperplazion prostatës, normalisht që po mu sintetizu pak ma shumë, edhe në laborator kemi me pas vlera pak ma të larta. Po këtu, kur bësh përndarje e rezultateve, kam një reagim shumë të madh ndaj prej pacientëve meshkuj, sepse momentin që e shohin rezultatin edhe shohin pas ka dalë 3, edhe unë i kam vetëm 30 vjet ose 40 vjet më pas ka dalë shumë e rritur, ose për shembull i kam 60 vjet, pse nuk më ka dalë mu si kur kam qenë i ri. Duhet mu ndalë pak me i tregu që është normalisht kjo është punë e klinicistave, se nuk po du me hyna atë segment mirë, kur shkon me qatë rezultate klinicistit, ai atëherë ja shpjegon edhe i tregon se kjo ka duke u rritur me moshë edhe me madhësinë e prostatës. Pastaj vlerat mandej ndohen 2, 4, 6 të tjerë, mirë po, vlera shqetësuese për ne, jo vlerat mbi 10, 11, 13 e tjerë, atëherë kjo tregon për një rritje tash jo të mirë qelizore, qelizave jo të shëndetshme, që quhen mandej në ndryshime kancerogjene. Për atë arsye është shumë si parametër biokimik shumë i rëndësishëm të moshkujt, sikurse te femrat që janë tumor marker specifik për kancerin e gjirit, siç është CA125, 53, tumor markeri general CA e tjerë. Edhe vetëm diçka du me përmend, te PSA-ja për shembull, këtu faktorët e jashtëm, se sot kajt me thënë të shtjellu këto faktorët e jashtëm që ndikojnë, po du me marrë shembull të ciklistët. Okay. Po, ciklistët janë një grup i sportistëve që merren shumë, do me thonë, me sport dhe pozicioni i tyre është shumë provokues, do me thonë,
në gjondrën e prostatës. Kështu që këta pacient kur vinë edhe kur merren me sport dhe na i shpojnë pak se kanë pak edhe natyrën sportive, domethënë pamjen e një sportisti, gjithmonë konsultohem edhe i pyesim a merresh të një sport, mos je ciklist. Te ekzaminimi i analizës së PSA-s, për shkak presionit që ja bojnë ata prostatës gjatë sportit të tyre, gjithmonë te këta pacient kemi pasur vlera të rritura rrejshëm. Kjo është arsyeja që gjithmonë dalemi edhe konsultohemi edhe me pacientin se çfarë gjendje është, a është krejt i qetë, a ka pas aktivitet sportiv, e kështu me radhë. Matja e testosteronit me anë të analizave, a bëhet gjatë cilit do moment ditës, a ka ndonjë moment caktuar kur dojmë me dalë analiza e saktë? Po, krejt hormonet rekomandohen me u bo me një cikël caktuar. Na si biokimista i rekomandojmë pacient, për shembull, zakonisht në orët e hershme të mëngjesit. Se ora prej 7 deri në 9 mëngjes është ajo tamam koha kur personi zgjohet prej gjumit edhe komplet hormonet e tij zgjohen bashkë me ato edhe janë më të qeta, është më i relaksu edhe kemi një rezultat më të saktë. Nëse bëhet pastaj gjatë ditës, në drekë, në mbrëmje e tjerë, normalisht që ka me pas lëvizje për shkak aktiviteteve të ndryshme fizike, stresit, faktorëve tjerë të ditës apo të jetës që i ka. Në këtë rast, po ndërlidhna direkt te hormoni kortizolit, që është shumë i famshëm që quhet si hormoni i stresit. Pikërisht që për shembull kortizoli punohet 3 herë në ditë. Te këta pacient që kanë me punu kortizolin, na nuk bëjmë asnjëherë përjashtime. Me thonë jo punoj vetëm kortizolin e mëngjesit ose vetëm kortizolin e drekës. Edhe kjo vjen vetëm për faktin se ndryshon sinteza e tij gjatë ditës. Në mëngjes, që thash më herët, krejt hormonet i kena më të relaksume edhe gjithmonë rezultati është më i kënaqshëm, më i saktë. Po, ka pacient që duhet me u punu kortizoli edhe në drekë edhe në dorë. Kështu që në këto rastet e hormoneve, gjithmonë i preferojmë pacientët që të punohet analiza e mëngjesit. Cilat janë analizat kryesore për zbulimin e hershëm diabetit? A mjafton miq glukoza esëll, a duhet patjetër me bëhet edhe HbA1c-ja? Po te diabeti, si me thonë ABC-ja është glukoza, po edhe gjendja klinike e pacientit. Te diabeti përcaktohen parametrat të ndryshëm, po njëra ndër ato kryesorët është glukoza. Tjetër është urina, në të cilën ne i përcaktojmë ketonet edhe sheqernat që shfaqen, edhe të me thonë statusi acidobazik i pacientit, elektrolitët, se ne e dim që në ato rastet kur kena një diabet momental edhe kur pacienti nuk e ka ditë, mund të më shku deri në ketoacidozë e tjerë, kështu që gjithmonë kur i referohemi pacientave me diabet të zbuluar apo të trajtuar, ne gjithmonë duhet të mendojmë për këto analiza, sheqeri në gjak, insulina në gjak. Mandej është një prekursor që quhet C-peptidi, i cili prodhohet nga qelizat pankreatike dhe është si prekursor dhe na ndihmon shumë në diagnostifikimin e llojit të smundjes së qelizave të pankreasit, edhe deri te analiza e urinave e tjerë, ka edhe imunoglobulina, domethënë tash me metodat më të avancuara kanë dalë edhe testet të reja që janë imunoglobulina shumë specifike, të cilat përcaktohen për diagnostifikimin e një pacienti me diabet. HbA1c-ja nuk është një parametër shumë emergjent, mund të përcaktohet mandej në vazhdimsi më shumë. Falë po të ndërprej çfarë kështon. HbA1c-ja, a tregon për çka ka ndodhur 3 muajt e kalum? Qartë. Çka nëse ka ndodhur në muajin fezojnë të parin ka qenë lart, po në dytin edhe tretin normal, aty merret mesatare, a mundet me qenë kjo një dezorientim? Jo. HbA1c-ja është një parametër që tregon se sa glukozë e tepër që e ki pas në gjak ka pas aftësi mu lidh me një eritrocit. Kështu që cikli jetësor i një eritrociti i një qelizat e gjakut është 90 deri në 120. Për këtë arsye është 3 mujoshi, vetëm për shkak të ciklit të jetesës së një eritrociti. Kështu që në momentin kur glukoza ka aftësi me u glukolizuar me atë qelizë të gjakut me eritrocitin, atëherë i bjen që ka me qenë lidhur për komplet ciklin e jetës të kësaj qelize. Për këtë arsye, modet 3 mujoshi edhe na tregon se
Sa sheqer është lidhur për atë eritrocit. Kjo ndodh vetëm kur pacienti me të vërtet është në gjendje diabetike, edhe kur ka mjaft sheqer që me ndryshu domethënë një strukturë qelizore tjetër. Preferohet më çdo 3 muaj, është parametër laboratorik jo emergjent që përdoret më shumë për monitorimin e terapisë, qoftë orale, qoftë asaj insulinike, domethënë. Kështu. E çka tregon analiza e insulinës? Analiza e insulinës, sepse insulina është një hormon i cili prodhohet nga qelizat e pankreasit dhe tregon për gjendjen momentale të organit. Varësisht tashtja është e rritur apo është deficit, varësisht se është organi vital. Shumë shpesh na ndodh që edhe te pankreasi është organ, por shpesh punon edhe si gjandër. Mundem me pas një hiperplazion, shumë qelizor, ndryshim të formës i nduret vetë pankreasit edhe që na çon deri në sintezën e insulinës të rritur, edhe mandej të një hipoglikemia ose kundërta. E përmend edhe më herët që duhet 12 orë para analizave mos me marrë ushqim. Po në rastin e analizave të diabetit, a mundet me ndiku negativisht nëse 24 orë më herët ose para 12 orë, para 15 orëve kanë konsumu sasi të madhe të sheqerit. Për shembull, ka qenë sot bajrami, kemi konsumu baklava, s'ka konsumu 12 orë pacienti, po a mundet me ndiku kjo në rezultat? Po, normalisht duhet me ndiku, po këto është një relaksim pak se çdo individ e njeh sëmundjen e vet. Nëse vuan për një sëmundje, atëherë patjetër kemi obligu me hulumtu edhe mu vedisu për qatë sëmundje. Edhe une pacientët që i kemi me diabet, unë jam shumë e lumtur me ta, edhe shpesh herë i një farë forme i qartoj, se po hani qetë që përmendet janë belsirat e tjerë, po në anën tjetër thamë që okej, ju jeni mjek të vetit. Ata kur po bojnë si veprime, ekzistojnë të bonat insulina dhe bonat orale që i përdorin ata në vazhdimsi me vite, edhe pak ka shumë dive me na gjuh veta. Edhe pse normalisht nuk po bëj apel që është mirë, po normalisht me këtu kondita shëndetësore kjo është e palejueshme dhe dikon shumë rezultate, po me thonë drejtën hiç nuk vin me i bo analiza. Nuk din. Derisa të bëjnë gjendjen e vet qetësisë dhe mandej vin për analizat. Cilat janë analizat laboratorike që lidhen me ndryshimet në lëkurë? Po, për lëkurë tash. Mujt me najtë deri nesër. Qemi që ka me bisedu. E dim që vetë trupi njeriut, edhe gjithçka që në rrethon, është vazhdimisht në lëvizje edhe në nështruemi vazhdimisht një oksidimin nga oksigeni i ajrit. Edhe që kjo është arsyeja që na edhe plokem. Qysh janë faktorë të jashtëm, janë edhe faktorë të brendshëm, prodhimi toksinave, radikaleve të lira në organizëm, që na çon deri te një plakje e natyrës, një gjethe, trupit njeriut, vetë organit, e kështu me radhë. Komplet, domethënë që ka ndodhur brenda organizmit, shkaqet lëkurë. Lëkura është një organ tansi i cili na tregon shumë për shëndetin e brendshëm, edhe mundem me thënë që shëndetin e pothuajse çdo organi në organizëm. Edhe është shfaqet në mënyra të ndryshme. Nëse kemi problem me imunitet, po ndalem, atëherë kanë më shfaq reaksionet, ekzema, ndryshimet të ndryshme, sfuqet, krorjet e tjerë. Në laborator na gjithmonë preferojmë me i bo imunoglobulinat, pasi kemi të bëjmë me imunitetin, me reaktivitetin e imunitetit, atëherë matim titrin e imunoglobulinave edhe shohim se sa është reaktiv ai imunitet ndaj ndonjë substance të caktuar. Mandej në botën moderne janë të zhvillu teste shumë sofistikume, teste inhalatore, teste të gjenetike, ka teste domethënë ndryshme që intolerancë ushqimore, ka shumë faktorë të ndryshëm të cilët ndikojnë në ndryshimet e lëkurës. Edhe analiza gjithashtu ka mjaft të cilat përcaktohen. Po ndalna, pasqyra e gjakut është e domosdoshme, pastaj domethënë këto imunoglobulinat, panelet inhalatore, alergjenet të ndryshme, intolerancat ushqimore që është shumë aktuale, edhe deshta me cekse mineralet dhe vitaminat.
Mineralet dhe vitaminat janë disa analiza laboratorike që përcaktohen për identifikimin e ndryshimeve në lëkurë. Nëse don, muj mi specifiku pak këto vitaminat që janë Cilat janë kryesorët që... vitamina C, që përcaktohet në gjak. Pastaj është vitamina E, vitamina D, vitamina B12 është shumë e famshme, mungesa e saj për hiperpigmentimin e lëkurë. Edhe ndryshime tjera. Po këto ndodhin, këto procese, une e lidha me oksidimin për shkak se na kur jemi tri edhe trupi është aktiv edhe metabolizmi është në gjendje të mirë, ne veti kemi këto vitamina në trup të cilat janë prekursor të enzimeve, marrin pjesë në shumë reaksione biochimike që janë zinxhirore. Edhe në sintezën e shumë domethënë produkteve përfundimtare që na mundsojnë me jetu. E gjatë këtij procesi vazhdimisht ndodhin oksidime dhe krijo radikale të lira. Këto vitamina që i ceka unë ma herët, kur jom vetë në trup, këto vetë i neutralizojnë këto radikale të lira. Mirë po, në një moshë tjetër, kur fillon të bie niveli këtyre vitaminave, sidomos është kjo mosha 40+, qoftë e gjenia femrore dhe e mashkullore, gjithmonë preferohet të merren këto suplementet për shkak se fillojnë ndryshimet. Për shembull, kjo mungesa e vitaminës B12, përveç se shfaqet hiperpigmentim në lëkurë, gjithashtu ka probleme neurologjike edhe ka probleme hematologjike. Kështu që rekomandohet punimi i saj në gjak, analiza e saj në gjak, caktimi i titrit të saj në një mostër të gjakut, e pastaj dozimi edhe monitorimi i terapisë të këtyre vitaminave, paralelisht mineraleve si që janë bakri, zinki, magnesi e kështu me radhë. A ka dallime mes laboratoreve, se ndodh shumë shpesh që e njëjta analizë del një rezultat krejt ndryshe në një laborator tjetër, krejt ndryshe në një laborator tjetër. Nuk po flas për dallime të vogla, po që janë shumë të mëdha, edhe si përfundim kam kuptuar që përdorin metoda të ndryshme. A ekzistojnë domethënë analiza që mundet me një njëjtë analizë me punu me disa metoda të ndryshme? Realisht si bazë se kur krijohet një laborator biokimik, gjithmonë ideja është që me ekzistu brenda laboratorit 2 aparatura ndryshme, 2 metoda të ndryshme që përcaktojnë njëjtën analizë. Mënyrë që na me vërtetu me pas edhe një backup tjetër përveç asaj bazikës, ashtu pronat formë, në mënyrë që na me përcaktu edhe me lëshu një rezultat sakt. Metodat e punës ndryshojnë, aparaturat ndryshojnë. Mirë po, çka nuk ndryshon, jo vlerat referente edhe titrat që ne i marrim. Nëse pacienti ka dyshime se ka dalë një vlerë më e lartë ose më e ulët ose nuk po ka aftësi me lexu, ose këto është domethënë për miligram për decilitër, pe marrim 4 miligram për decilitër, në anën tjetër është 400 mikromol për litër, atëherë gjithmonë duhet me gjetë solucionin pranë laboratorit ku i ka punu analizat, gjithmonë duhet më konsultu. Për shkak se na vlerat referente kur i lëshojmë varësisht prej njësisë matëse që e punon aparati. Edhe mandej te pacienti po krijon dyshim, që është shumë normale, se duhet me asqaru, domethënë prej momentit kur ja dorëzon rezultatin, duhet me sqaru që kjo metodë është punu dhe i ka këto vlera atje në vlera referente normale. Për këtë arsye mundet me pas kështu të keq kuptime, vetëm në interpretimin e vlerave referente dhe njësive përkatëse të çdo aparature. Cilat analiza ndikohen mas shumë ti prej stresit dhe mungesës gjumit? Po, e përmenda ma herët. A krejt? Jo, ndikojnë disa mirë, po që për shembull hormoni kortizolit, është një hormon që është direkt i lidhur me stresin edhe me kaqëmsinë, edhe nxitja e tij bëhet pikërisht prej këtyre faktorëve. Stresit lartë dhe kaqëmsisë të madhe mund të marrë deri te nxitja e kortizolit, edhe pastaj me këto zinxhirore domethënë hormonet. Krejt hormonet funksionojnë e kanë në mënyrë zinxhirore. Gjithat pothuajse janë lidhura me njëra tjetër, edhe vjen deri te mandej hiperstimulimi ose mbi ngarkesa e personit nga gjendja metabolike, përveç asaj psiqike, fizike edhe metabolike. Qysh mund me ndihmu analizat laboratorike në përcaktimin e ndryshimeve hormonale në lëkurë, që janë për shembull aknet? Po analizat, si që ceka edhe ma herët, gjithmonë kur kemi një pacient me ndonjë infeksion ose në reaktivitet të lëkurës, e bëjmë një pasqyrë të gjakut. Pasqyra e gjakut
Për shumë njerëz mundet më konë diçka shumë e thjeshtë edhe vetëm e puna që aty një hemogram një pasqyrë gjakut, por realisht për një klinicist që ka aftësi edhe din me e plotësu sëmundjen, ka shumë rëndësi pasqyra e gjakut. Se në pasqyrë të gjakut ti mundesh me i pa gjitha problemet pothuajse shëndetësore që mund me i pas një person. Edhe këto lëkurorët, gjithmonë rekomandohet të punohet pasqyra e gjakut për arsye se shifen sasia e leukociteve edhe formula leukocitare edhe tregon se çfarë reaksioni është edhe është këto organet zakonisht janë bakteriale dhe niveli i leukocitit a duhet me shku me antibiotika dhe mënyrën e trajtimit do me thonë ta orienton. Gjithashtu ka metoda edhe tjera, mirë po që si nuk i takojnë pjesës biokimisë, streshate, plagës e tjera, do me thonë që merren për ekzaminime tjera mikroskopike, mirë po nuk hyn këtë botën e laboratorit. A munden me marrë rezultatet e trajtimeve kozmetike ose suplementeve me analiza laboratorike? Për shembull, ke bo, ke ditë një gjendje pak a shumë, tash me pa a u përmirësua në gut përmirësu. Po, kjo shfrytëzohet shumë për krejt niveleve shëndetësore, primore, sekondare, terciare, laboratoreve private, shfrytëzohet nga qoftë për pacient ambulantor, qoftë për pacient hospitalizuar, laboratori shërben, edhe është njëri ndër është një halkë shëndetësore e cila ndihmon shumë pikërisht në monitorimin e terapisë së pacientëve, qoftë prej asaj primare deri në ato më komplekse. Për arsye se në laboratoret biokimike mund të përcaktohet edhe toksiciteti i banave edhe llojet e banave edhe drogat që konsumohen, qoftë në gjak, qoftë në urinë, do të thotë është një gamë shumë e gjerë e shërbimit që mbulon në tasti gjitha shërbimet klinike. Dasha me dajle edhe të kjo pjesa e analizave për prezencën e substancave narkotike ose drogave të ndryshme. A bohen të në të shtetit? Jo, fatkeqësisht për momentin po punohe. Besoj që në të ardhmen kanë më fut se janë të domosdoshme për me bu një screening të pacientëve të natyrës së tij. Ku punon për momentin jetë? Për momentin punoj ushqe profesionin si specialiste e biokimisë klinike pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. A ka shërbim të mjaftueshëm ose gamë të mjaftueshme të analizave laboratorike që ofrohen, që ka më thënë të marrin parasysh që mos pothuajse gjithsa e Kosovës jetojnë edhe marrin shërbime në Prishtinë. Qendra kryesore shihet si një pikë që ofron pak më shumë shërbime. A ka mjaftueshëm shërbime, a ka ankesa të shumta prej pacientëve? Për ankesa nuk besoj që ka vend, për shkak se vitet e fundit, sidomos këto 4 vitet e fundit, është punuar shumë fort edhe shumë me një vullnet shumë të mirë për rritjen e nivelit të kujdesit parsor shëndetësor, pasi që këto qendrat e mjekësisë familjare është kujdesi parsor, është porta hyrëse e pacientit edhe kontakti i parë me mjekun edhe me laboratorin këtë rast. Në krahasim me vitet e mëhershme, edhe prej momentit që unë jam punësuar dhe jam punë, unë jam shumë e lumtur tek spori edhe shumë e kënaqur me shërbimet që ofrohen. Ka furnizim të mjaftueshëm përveç analizave bazike që i përmendëm rutinore, që është hemogrami, është sedimenti i gjakut, urina, po punohen edhe hormonet të gjandrës tiroide, gjithashtu punohet tumor margeri të dalpësoas, punohet dimiri, HbA1c, komplet parametrat laboratorik. Që besoj që për kujdesin parsor shëndetësor është një gamë mjaftueshme për qytetarët. Edhe është shumë ndihmë e madhe është për qytetarët që në kujdesin parsor t'i kanë një paketë të analizave kaq të mëdha. A bëhet vitamina D? Vitamina D për momentin nuk realizohet. Çka po kushton shtrajtë më po? Do të marrën kohë. Besoj që kam u rregulluar edhe kjo, sepse ona e di sa shumë u përmirësu me kalimin e viteve kujdesi parsor shëndetësor në Prishtinë, tu i përfshi këto edhe analiza. Shpresoj që, sepse edhe në banatore, pacientat, shumicën e kohës e kanë ankesën, kur duhet me e bo qëtë analizë në privat, se në krahasje me sedimentimin, është më shtrajtë se sedimentimi urina kushton shumë lirë. Shpresoj që kam e fillu edhe kjo, po mu personalisht që kam pengon është se duhet me më marrë gjakut 2 herë. Ndoshta ja kisha dhënë pare biç mos më shku 2 herë, se nuk më pëlqen shumë gjilpërat në trupin tim. Kështu që kisha pas jep mos më ndodh 2 herë, po shpresojmë që edhe kjo
ka me fillu Po, realizu për së këtë shpejti. arsye, unë kisha rekomandu gjithë pacientëve që po na dëgjojnë që nuk do me thonë që ditën që e bani check-up biokimik, bazik, mu bua dhe vitamina D. Edhe gjithmonë se u banalizu pak edhe kjo, këto janë banalizu pak vitaminat edhe këto mineralet e rekomandimet që buhet, po gjithmonë unë mendoj që në simptomave duhesh me u referu te mjeku e mandej ai ka me vlerësu se a je për me bo vitaminën D apo jo. Am kupton, qoftë edhe vitamin, gjithmonë në rekomandohet për mjekut, se ndoshta nuk i fare simptoma që ki mungesë vitaminës D, edhe shkon e merr vitamin D, e bën testin, delën normale, do me thonë vlerat edhe u kriju një farë panike, se po mungon vitamina D, e kjo për shkakton mandej hipervitaminozë, që po kena pacienta shumë që po kanë vlera shumë t'larta edhe t'pakthyeshme, për shkak hipervitaminozës dhe dozave të pakontrollueshme që t'i marrin nëpër qendra tjera, do me thonë të panaktuara. Shumë të pacientëve po dojnë me hik shaqe dhe me i marrë dozat javore ose kërkojnë doza mujore. Që janë doza tepër t'larta e ndoshta nuk ka nevojë për atë dozë dhe shumica prej tyre nuk e kanë analizën. Ndoshta ata me siguri shumica prej tyre e kanë një mungesë, po mungesa varet te niveli sa po mungon, a është një ulje e lehtë, a është një ulje e dukshme dhe ajo ta përcakton edhe gjithmonë mundona me i thonë, po që kjo është arsyetimi kryesor që po kushton shtrajt. Shpresojmë që kam u vedisu, edhe mundona që të paktën për ata që insistojnë patjetër me ju dhoni dozë minimale, po t'jedin sa vështirë është banatore kur njerëzit janë fiksuar me diçka me i bind se si ajo ti shkon ja jap tjetre, e kjo është edhe një tjetër sfidë në vete. Shumë e vërtet. Jetën e kam edhe shumë pyetje tjera që po i lojnë për na herë tjetër për mos me u zgjatë sot shumë, po të falenderoj shumë që kjo ardhë edhe ishte një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit edhe për juve, të dëshiroj shumë sukses edhe besoj që kjo Glowcast ka me shkëlqy. Faleminderit që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Episodin e plot mund ta ndiqni çdo të njëjtën në orën 20 në kanalin Glowcast KS në YouTube. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.